që janë Shur Mehmet, u qonë makina, që për të koru gru, ku dumë, si që merë pjesë, shkonë për familje. Ndihmon dhe Shur Mehmetët e tjerë, personat e tjerë me aftësi të kufizuara. Ndihmon dhe Shur Mehmetët e tjerë, se unë nuk jam në gjendje të keqe dhe ndihmon, më kupton? Sepse unë e ndihmoj atë, kam djalë dhe një djalë e kam në Itali, nuk kam prokopime, se jati ka degur nga stresi i këtij, nëse 6 në shërova, unë 7 mua më di burri. Me stres të jashtëzakonshëm me zemër, i rajnë pak. Kështu që unë pata shumë probleme në këtë dhe kjo nuk më duhesh. Kjo është e gjitha. Absolutisht. Askush nuk e meriton atë. A keni një apel, do i bënit një apel drejtësisë sot apo atyre dy të rinjve? Unë do t'jale drejtësisë, atë që diskutoj, do vete të bëj një me gjithë më thanë që të bësh një, si thonë, se harroj tani, me policinë Lushnjë, se s'kam ikur, të bëj një, si thonë, një procedur që të bëj ankesën. Kallëzim, po. Se kallëzim, se s'po e regulloj do t'jam e autuar. Nuk ka problem. Një kallëzim, po, një kallëzim që të bëj që ta kem atë kallëzimi. Me gjitha të mua më thanë që e ka marrë prokuroria në dorë e Fieri dhe e ka në atë. Po me gjitha të unë duhet vete. Tani ka pasur, më falni zonjë. Po. Ka pasur ca dyshime për shkak se kjo është një ngjarje tetë e rëndë, skandalozisht e rëndë. Po. Sidomos ky pretendimi bën akoma më të rëndë pretendimi që i ka ofenduar dhe madje i ka ofenduar dhe më parë edhe është shumë vazhdoj të jem i mrekulluar nga ofendimet e një Shur Mehmeti. Mirë që nuk thoni i pa shtremët një verbër. I pesi ishin në foto ti, që i nxora unë. A i peqa fytyra ja. Po s'ka rëndësi, mos ta paraqitëm nga fytyra. Pyetja ime është kjo, pse u mbajt kaq në heshtje ky lajmi? A ka pasur një përpjekje apo policia na shkaloi? Jo, e bëri policia. Jo, atë natë unë nuk kam ankesë. Apo kanë qenë mediat kryesore që si kanë dhënë rëndësi? Kryesore që mundet, jo, policia bëri çështë. Ata erdhën në mënyrë bile ma gjeti njeriu im që e gjeti djalin e rrotulloi kështu dhe pa ishte ky, lajmëroi policinë për 5 minuta, djali u erdhi ndihma e shpejt. Jo, edhe policët ishin gjithë atje, jo. Më kanë marrë telefonin, jo. Atëherë pas kanë pas fajin gazetarët që nuk ka dalë